Sali Berisha ka prezantuar kandidat për deputet në Qarkun e Shkodrës. Para qytetarëve Berisha tha se nuk kemi përballë një parti politike, por një organizatë kriminale. Zgjodha Shkodrën për të nisur betejën për shembjen e diktaturës së dytë dhe ndërtimin kësaj here të Shkodrës madhështore, të Shqipërisë madhështore. Ne jemi në prag të një fushate elektorale që dëshenohet në historinë tonë, ndoshta fushata më e rëndësishme zgjedhore e 34 viteve të fundit, sepse në këtë fushat ne nuk kemi kundër një parti politike, ne kemi kundër një organizatë të tmerrshme kriminale që ka pushtuar Shqipërinë në 12 vite dhe që quhet rilindje. Një mesazh të veçantë kishte për të votuar Bars Pahin si të parën e listës së hapur, ndërsa thon Boj kryebashkën Benit Beci. Benet, por ja ku është sot. Ballar, krenar, dhe me një dallim, qytetar dhe qytetar Shkodrës, dallimi ti është ky. Benet, Bars Pahia, u qëndroj besnik qytetarëve të Shkodrës, i qëndroj besnik shojt të ti, tjatit të ti, kurse ti Benet, turprove të parë dhe të mram, dhe të garantoj që s'do të gëzosh atë mandat. Ndaj dhe, sonte me ndo mirë që nesër t'japish dorëheqjen. Se unë, Sali Berisha, do t'i them Shkodrës të gjithë vërtetat që ti ke në shpirtin të zi, ti e një larë vjedhës kopje ti.